Në intervistën e BBC-s, kryeministri Edi Rama deklaroi se modeli i kampeve të azilantëve në vendet e treta nuk mund të shërbejë si zgjidhje për menaxhimin e emigracionit palishëm. Ai theksoi se marrëveshja me Italinë për strehimin e përkohshëm të emigrantëve ishte një rast i veçantë për shkak të afërsisë gjeografike dhe bashkëpunimit të gjatë mes dy vendeve. Kjo nuk është zgjidhja. Në rastin e Shqipërisë dhe Italisë ka kuptim, sepse është vetëm një det që ndan dy vendet tona, por të marrësh njerëz në tokë, t'i futësh në një avion, t'i sjellësh diku mijëra kilometra larg në një vend të tretë, po mund të ketë një efekt parandalues, por nuk do të ndalet emigracioni në mënyrën e duhur. Ai shtoi se emigracioni duhet të jetë si pjesë e zgjidhjes për shkak të krizës demografike që po përjeton Europa, por theksoi se aspektet e palishme dhe trafikimi i njerëzve kërkojnë bashkëpunim real me vendet e origjinës dhe jo masa të njëanshme. Erët e këtij fenomeni, që është trafikimi, që është emigracioni i palishëm, duhet trajtuar përmes marrëveshje me vendet e origjinës. Po, për fat të keq, jetojmë në një kohë kur zgjidhjet e dobta mbizotrojnë për shkak të presionit të lartë të atyre anëve të politikës që kërkojnë përçarje dhe kërkojnë gjak me kuptimin simbolik. Ndërkohë, Rama mbetet i kujdesshëm në vlerësimin për mënyrën se si qeveria britanike duhet trajtojë çështjen e emigracionit, duke theksuar se është e pamundur të vendosësh veten në vendin e kryeministrit të Britanisë së Bashkuar. Dëgjoni, unë jam më gjatë mes të gjithë liderëve deri tani në këtë pjesë të botës, por jam shumë i vetëdijshëm që udhëheq një vend shumë të vogël, por është e pamundur për mua të vendos veten në vendin e kryeministrit të Britanisë së Bashkuar. Dhe duke parë se si po shkojnë gjërat në Britaninë e Bashkuar, jam shumë i lumtur që jam kryeministri i Shqipërisë. Sipas tij, bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Britanisë për të luftuar rrjetet e trafikantëve ka dhënë rezultat konkret, pasi që nga nënshkrimi i marrëveshjes dypalëshe në vitin 2022, numri i emigrantëve shqiptar të palishëm që kalojnë kanalin e La Manche është ulur në 95%.